Në Shkodër ka histori që thuhet se janë mbyllur, por në fakt duket se kur nuk janë haruar. Madje edhe kur familjet thonë se i kanë lënë pas dhe kanë shtrirë dorën e pajtimit. Më 29 dhjetor 2025, në një hyrje pallati në lagjen Manusha Limani, një shpërthim i fuqishëm i merr jetën i 67 vjeçari. Viktima është Hysni Ymeri dhe sipas hetimeve, ai ishte objektivi i atentatit. Një emër i lidhur me histori të vjetra gjakmarrje. Histori që familja pretendon se i kishte lënë pas, por e shkuara ndonjëherë kthehet për të marrë hak. Dhe këtë tashmë nuk e përjashton as grupi hetimor, paçka se ende nuk ka ngritur një pistë konkrete. Shpërthimi ndodh në hyrjen e pallatit ku Hysni Ymeri jetonte. Eksplozivi ishte vendosur me kujdes në kasetën e macëve elektrik. Nuk ishte rastësi, nuk ishte gabim, ishte një atentat i mirë menduar. Kabina metalike shpërthen në momentin që viktima afrohet. Copza metali, beton dhe llamarina e godasin aq fort sa i marrin jetën pak minuta më vonë në spitalin e Shkodrës. Në trupin e tij, mjekët gjejnë metale të coptuara nga shpërthimi. Në dysheme gjak, në hyrje, shkatrim total. Familja thot se konfliktet ishin mbyllur, se nuk kishte më kërcënime, se askush nuk kishte arsye ta vriste. Por sipas policisë, atentati ishte i menduar dhe i organizuar për të. Donë se ende pa një motiv të qartë, grupi hetimor po gërmon tashmë në dosje të vrasjeve të vjetra, ku të afërm të viktimës kanë qenë të dyshuar. Por më shumë se për të gjetur motivin real të atentatit, duket se kjo histori rikthen në vëmendje një dilemë edhe më të fortë. A mbyllen ndonjëherë vërtet historitë e gjakmarrjes, apo thjesht heshtin deri në shpërthim si ai 29 dhjetorit? Ora shënon rreth 10 e mëngjesit. Në sallën operative të policisë Shkodër, raportohet për një shpërthim të dyshuar si aksidental. Informacioni që përcollën qytetarët fliste për një shpërthim bombule gazi, por shumë shpejt, versioni ndryshon. Në hyrjen e pallatit numër 10, fraksion 22 në lagjen Manusha Limani, kabina metalike e macëve elektrik është shkatruar plotësisht. Dyshemeja e thyer në një gjerësi prej 3.5 metrash, pllaka të coptuara, llamarina të deformuara, një biçikletë e rrëzuar dhe gjurmë gjaku. Hysni Ymeri kishte pësuar plagë të shumta në kokë dhe në trup. Gjatë autopsisë, në trupin e tij gjendet material metalik i dyshuar si fragment shpërthimi. Ky nuk ishte aksident, ishte eksploziv. Megjithatë, ditën kur Hysni Ymeri mbeti i vrarë, policia duket se vuri në jetë një taktikë çorientuese e cila në fakt rezultoi e suksesshme. Rreth 20 minuta pasi ndodhi ngjarja, policia e Shkodrës shpërndau një informacion paraprak duke lënë të hapur të dy versionet, por më shumë përqendrua te shpërthimi i macëve elektrik pa përmendur në asnjë moment eksplozivin. Rreth orës 10:10 minuta në lagjen Manusha Limani në hyrjen e një pallati dyshohet se ka shpërthyer paneli macave të energjisë elektrike. Si pasojë u dëmtua një shtetas ende i pa identifikuar rreth 55 vjeç, i cili ka humbur jetën në spitalin rajonal Shkodër. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për dokumentimin e rrethanave, identifikimin e shtetasit që ka humbur jetën dhe për përcaktimin e shkakut të shpërthimit të macave elektrik. Por teksa minutat kalonin, viktima u identifikua dhe ekspertët anti-eksploziv mbërritën në vendngjarje përmes formave jo zyrtare. Policia vijoi të shpërndante informacione që në fakt e largonin vëmendjen nga shkaku real i shpërthimit. E duket se jo pa qëllim.
Në media shpejt nisën të dalin të dhëna që përjashtonin pothuajse plotësisht eksplozivin, madje edhe të dhëna për kamerat e sigurisë që nuk kishin arritur të fiksojnë asnjë person të dyshimt. Në fakt kishte ndodhur e kundërta, por e gjithë kjo lojë e policisë po bëhej për një arsye. Që personi që kishte vendosur eksplozivin, i cili në fakt ishte identifikuar, të lëvizte dhe të fliste lirshëm. Pa pasur dyshimin se mund të ishte në vëzhgim apo në ndjekje, e kjo formë e çoi policinë edhe tek 3 emra të tjerë. Megjithatë, duket se policia nuk pati një koordinim me OSHE-n, që nisur nga të dhënat që po dilnin në media, e hodhi poshtë versionin që kishte shpërndar policia. OSHE deklaroi se sipas verifikimeve paraprake, shpërthimi nuk dyshohet të ketë ardhur nga energjia elektrike, duke argumentuar se fuqia e shpërthimit ka qenë shumë e madhe, ndërkohë që në hyrjen e pallatit ndodhej një panel me matës elektrik me tension deri në 400 volt, që teorikisht dhe teknikisht, sipas OSHE, është e pamundur që të sjellin atë shpërthim aq të fuqishëm. Për disa ditë me radhë, deri në datën 2 janar 2026, kur policia njoftoi për zbardhjen e ngjarjes dhe arrestimin e 4 personave të dyshuar, ngjarja mbeti e mbuluar nga misteri. Pa një shkak zyrtar të shpërthimit dhe pa një motiv konkret, që në fakt vijon të jeti paqartë edhe sot. Finalizohet operacioni policor i koduar Shadows. Zbardhet vrasja me lëndë eksplozive të shtetasit Hysni Ymeri, e kryer në datë 29/12/2025 në lagjen Manusha Limani. Identifikohen, kapen dhe vjen në pranga 4 shtetas të dyshuar si autor të kësaj vrasjeje. Operacioni u zhvillua me mbështetjen e forcave kombëtare të sigurisë, njësia Shkodër, forcës së posaçme Shqiponja, shërbimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër dhe atyre të Policisë Shkodër. Si rezultati një pune intensive, operative dhe hetimore të kryer nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, në drejtimin e Prokurorisë së Shkodrës, me qëllim zbardhjen e dinamikës dhe autorësisë së vrasjes së shtetasit Hysni Ymeri. Bazuar në provat e siguruara, u finalizua operacioni policor. Në kuadër të këtij operacioni u kapën dhe u vënë në pranga shtetasit Gerti Bushati, 27 vjeç, Ergjys Ibrahimi, 27 vjeç, Edison Hasaj, 25 vjeç, dhe Gjergj Zefi, 24 vjeç. Ndalimi i tyre u bë pasi ka dyshime të bazuara dhe të mbështetura në prova se këta shtetas kundrejt pagesës në bashkëpunim me njëri tjetrin në datë 29/12/2025, duke përdorur lëndë eksplozive e dyshuar me telekomandim në distancë, kanë shpërthyer panelin elektrik të pallatit ku banonte shtetasi Hysni Ymeri. Vijon puna për zbulimin e personave të tjerë të implikuar në këtë ngjarje dhe dokumentimin e plotë të saj, si dhe sqarimin e motiveve. Prokuroria e Shkodrës në datë 29 dhjetor 2025, mbi bazën e materialeve kallëzuese të dërguara nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, ka regjistruar procedim penal numër 1972 në lidhje me veprat penale. Shkatrimi pronës me eksploziv dhe mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve shpërthyese dhe municionit. Në vijim të hetimeve, janë regjistruar emrat e shtetasve Gerti Bushati, Ergjys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergj Zefi, si persona që u atribuohen veprat penale. Vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim, shkatrimi pronës me eksplozive kryer në bashkëpunim, prishja e qetësisë publike e kryer në bashkëpunim, dhe prodhimi apo mbajtja pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit, dhe prodhim dhe shitje e narkotikëve. Të gjithë u lanë në burg nga gjykata e Shkodrës gjatë masave të sigurisë që u zhvilluan veçmas për Gerti Bushatin, i cili pranoi faktin që kishte vendosur eksplozivin, dhe për 3 të tjerët që thanë se do flasin në një moment tjetër. Por si ra policia në gjurmët e tyre? Në vendngjarje angazhohet grupi i posaçëm hetimor, në bashkëpunim me njësinë anti-eksploziv të Reneas. Kryen veprime proceduriale, qyrja e vendit të ngjarjes, sekuestrimi provave materiale, marrja e mostrave për ekspertim kimik dhe teknik.
Ekspertët konstatojnë drejtimin e shpërthimit nga poshtë lart, çka përjashton çdo mundësi defekti teknik. Eksplozivi ishte vendosur me qëllim në një ambient publik, në hyrjen e pallatit ku banonte viktima. Në lidhje me këtë ngjarje, është krijuar grupi i posaçëm hetimor së bashku me njësinë anti-eksploziv të repartit Renea me qëllim dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Është bërë këshyrja e vendit të ngjarjes, e cila ndodhet në rrugën Mehmet Pash Plaku dhe pikërisht në hyrjen e 2 të pallatit numër 10 fraksion 22, që kufizohet nga ana veriore me rrugën që vjen nga sheshi Isa Boletini, nga ana jugore me rreth rrotullimin e Hotel Argenti, nga ana lindore me rrugën Mehmet Pash Plaku dhe nga ana perëndimore me sheshin e pallateve para fabrikat. Nga këshyrja konstatohet se hyrja e pallatit është shtruar me pllaka, të cilat janë të dëmtuara me gjerësi 3.5 metra. Nga këshyrja e dyshemes ndodhet një biçikletë rrëzuar, llamarina të deformuara, mbetje elektrike dhe mbetje inerte. Në anën e majtë të hyrjes, në lartësinë 0.96 metra, ka një parvaz me gjatësi 22 cm, ku në distancë 2.8 metra, në anën e majtë të faqes së murit, ndodhet pjesa e pasme e kutisë metalike, ku janë të vendosura matësit elektrik të kësaj hyrje. Nga këshyrja e kësaj pjese metalike, konstatohet se në pjesën fundore të kësaj ndodhet një tjetër pllak metalike në vendin ku janë të vendosur matësit. Këto profile së bashku me matësit janë të shkëputur, shkatruar dhe deformuar, në dukje me drejtim poshtë-lart. Poshtë kësaj pllake metalike dhe mbi bordurën e ngjitur me murin, evidentohet një formë grope me përmasa 40 me 8 cm. Nga këshyrja e dyshemes së hyrjes në distancë 1.9 metra nga brinja jugore dhe 22 cm nga fillimi i hyrjes, evidentohet një njollë e kuqe gjaku 40 me 40 cm, ku u mor me tampon steril. Nga këshyrja konstatohet se në fillim të hyrjes, në distancën 2.8 metra nga faqja e murit, u gjet një bateri e markës Kodak, që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në distancë 6 metër në juglindje të pallatit, u gjet një llamarin e dëmtuar në bazamentin e kutisë së bokseve elektrik. Evidentohet një sipërfaqe me mbetje pluri të zi, nga ku u mor me fshirje me garzë pambuku steril. Si dhe elementve në të cilat kanë qenë të montuara bokset, u morën 2 garza pambuku steril. Gjithashtu u morën si provë dhe mbetje të plurit të zi, nga kolona e tavanit të hyrjes së pallatit. U konstatuan dëmtime me thyerje tek shkallët, farmaku metalik dhe sheshpushimet e tyre. Në vazhdim, së bashku me ekspertët anti-eksploziv të Reneas, u bë këshyrja në të gjithë sipërfaqen e hyrjes dhe mbetjet u morën për ekzaminimet mëtejshme. Viktima, Hysni Ymeri, kishte pësuar plak të shumta në kokë dhe në trup. Gjatë autopsisë u gjet një material metalik në dukje si llamarin në formë të çrregullt. Është pyetur paraprakisht djali i viktimës, Albano Ymeri, i cili, në lidhje me ngjarjen, deklaron se: Viktima është baba im, Hysni Ymeri. Unë dhe ai nuk kemi ndonjë konflikt për gjakmarrje. Di që babai ka qenë i tronditur pasi kemi nënën në spital dhe babai është shprehur. Nuk kam çfarë të bëj. Nëna po na le. Xhaxhai im, Shkëlqim Ymeri, para rreth 25 vitesh, ka qenë i dyshuar për një vrasje, por ka dalë i pafajshëm dhe unë kam qenë i vogël. Nuk e kujtoj se për kë bëhet fjalë, por nuk kemi asnjë problem në lidhje me këtë. Xhaxhai im jeton në Itali, edhe unë jetoj jashtë shtetit. Nuk kemi asnjë lidhje me këtë rast. Brëm kam dërguar babain në shtëpi dhe sot në mëngjes i thash të shkoj në spital dhe nuk erdhi. Më tha të shkoja vetëm, nuk më është shprehur për ndonjë shqetësim. Paralelisht, hetimi ndjek gjurmët digjitale. Pamjet e kamerave të sigurisë rindërtojnë lëvizjet e një personi, orë përpara shpërthimit. Një djalë me xhup të zi dhe pantallona gri hyn në hyrjen e pallatit duke ecur mbrapsht, hap kasetën e matësave elektrik, qëndron 60 sekonda dhe largohet. Në një tjetër pamje, ai mban në dorë një qese të bardhë.
rruga e ndjekur, dokumentohet kamera pas kamera. Personi identifikohet nga policia si Gerti Bushati. Në vijim janë kryer një sër veprime shëtimore. Është bërë kqyrja e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë, duke filluar nga kamerat e sigurisë në një banesë private, e cila ndodhet në hyrje të vendit të ngjarjes. Sipas orës 4:25 minuta të DVR-s, që është një orë para me orën reale, dallohet një person me xhakavendo me ngjyrë të zezë dhe me pantallona ngjyrë gri, i cili hyn me shpinë në hyrje të pallatit, duke ecur prapa dhe hap kasetën e macave elektrik. Ky person qëndron në hyrje deri në orën 4:26 minuta sipas orës së DVR-s, nga kamerat e sigurisë së një tjetër banese private, e cila ndodhet në rrugicën pas vendit të ngjarjes, ku diferenca e orës së DVR-s është 1 orë e 44 minuta më përpara se ora reale. Në orën 5:08 minuta dallohet një person me të njëjtën veshje, i cili lëviz në drejtim të vendit të ngjarjes dhe në dorë mban një qese me ngjyrë të bardhë. Në kamerat e sigurisë të marra në një pasticeri, ku ora në DVR me orën reale është e njëjtë, shikohet i njëjti person, i cili lëviz me drejtim nga rruga Baja e Vogël dhe futet në rrugicën mbrapa pallatit të viktimës në orën 3:21 minuta. Po në kamerat e sigurisë së këtij biznesi, dallohet i njëjti person që vjen nga rruga Baja e Vogël. Në orën 3:21 minuta, nga kamerat e sigurisë të marra nga një dyqan bojrash, i cili ndodhet në rrugën Lidhja e Prizrenit, shikohet i njëjti person që lëviz nga kjo rrugë në drejtim të rrugës Baja e Vogël në orën 3:15 minuta. Ky person është identifikuar si shtetasi Gerti Bushati. Kontrolli në banesën e Bushatit sjell prova konkrete, veshje që përputhen me pamjet filmike, pajisje elektronike dhe elemente të tjerë me interese timor. Është ushtruar kontroll në banesën e Gerti Bushatit, ku janë marrë dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një palë tuta të zeza Nike, një pulover ngjyrë bezh në të kaftë, Cargo, një pulover me kapuç ngjyrë gri Adidas, një palë xhinse ngjyrë blu Boss, një paketë cigare ngjyrë blu brenda të cilës një cigare e dyshuar me bimë narkotike Cannabis Sativa, një laptop ngjyrë gri, 3 celular pa karta SIM brenda dhe një radio me bateri të ndryshuar. Shtetasi Gerti Bushati është konstatuar në zyrat e një kompanie telekomunikacioni, ku është i punësuar dhe shoqëruar në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër. Pasi janë njohur të drejtat ligjore ndaj tij, është ushtruar edhe një kontroll fizik. Më pas, i është marrë deklarim në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetimet dhe ka dhënë sqarime në lidhje me rrethanat e ngjarjes. Ka dhënë të dhëna implikuese për përfshirjen e tij në këtë ngjarje dhe në lidhje me personat e tjerë të dyshuar. Dua të them se jam përdorues i lëndës narkotike Cannabis Sativa dhe konsumoj her pas here. Kur kam mësuar se ka vdekur shtetasi Hysni Ymeri, jam tmerruar, nuk kam patur dieni për vrasje, vetëm për të trembur dikë. Shtetasit Gjergji Zefi, Edison Nasaj dhe Ergjys Ibrahimi më kanë kontaktuar për këtë punë dhe kam pranuar. Tritolin e kam vënë në datë 27 dhjetor, por pa e ditur se bëhej fjalë për vrasje. Por juridikisht pasojat janë të qarta. Eksplozivi u vendos, shpërtimi ndodhi, një njeriu mbi jetën. Në këto rrethana është bërë ndalimi me iniciativë i Gerti Bushatit. Pas marrjes së deklarimeve të tij, së bashku me ekspertin kriminalist, grupi hetimor ka shkuar Buzlumit Kir, ku kanë fiksuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një palë tuta ngjyrë gri me stemën Nike, të identifikuara nga Gerti Bushati. Këto tuta rezulton të kenë qenë të veshura nga ai në kohën që ka vendosur eksplozivi në kasetën e macëve elektrik dhe me të cilat është fiksuar nga kamerat e sigurisë. Hetimi zjerohet. Në procedim përfshihen edhe 3 shtetas të tjerë: Ergjys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergj Zefi. Kryen kontrolle banesash, 10 celular të sekuestruar, para kesh, automjete dhe pajisje elektronike. Sipas referimit zyrtar të policisë së Shkodrës, të 4 personat kanë vepruar në bashkëpunim duke siguruar lëndën plasëse, përfituar financiarisht dhe duke realizuar planin deri në vrasjen e Hysni Ymeri.
Hetimet tregojnë se në ditën e atentatit në lagjen Manusha Limani ndodheshin edhe 2 të arrestuarit e tjerë, Ergys Ibrahimi dhe Edison Hasaj. Dyshimet më të forta janë se shpërthimi i telekomanduar është aktivizuar nga Ergys Ibrahimi në momentin kur 67 vjeçari po ngjitej drejt banesës së tij. Është ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Edison Hasaj, ku u morën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një iPhone dhe 2 targa automjeti. Është ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Ergys Ibrahimi, ku u morën dhe u sekuestruan 5 celular, një sasi parash e të tjerë. Është ushtruar kontroll edhe në aktivitetin e tij privat, Gysi Tatu, në një ambient të marrë me qera, ku u sekuestruan edhe një tablet Apple ngjyrë gri, një celular Samsung, bashkë me një kartë memorie dhe një iPhone, i thyer pa kartë. Është ushtruar kontroll edhe në banesën e shtetasit Gjerzefi, ku janë sekuestruar 9 celular. Është bërë sekuestrimi i harddiskut të kamerave të sigurisë në një banesë ngjitur me shtëpinë e Gerti Bushatit. Gjithashtu, edhe një automjeti Mercedes-Benz në pronësitë e Ergys Ibrahimit. Ju komunikuan të drejtat ligjore dhe u bë kontrolli personal Gjerzefit, Edison Hasaj dhe Ergys Ibrahimit, ku shtetasit Gjerzefi në xhepin e xhupit ju konstatuan 2.820 euro dhe 1.757 lekë të rinj, të cilat ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Të 3 këtyre personave u është marrë deklarim në cilësinë e personave ndaj të cilëve po zhvilluan hetimet dhe deklaruan se do shprehen në një moment të dytë. Është bërë këshyrja e aparatit celular të Gerti Bushatit, ku në rubrikën e fotografive shfaqen disa foto me interes për këshyrjen, kryesisht foto ku ky person shfaqet me lëndë narkotike dhe armë zjarri. Është bërë këshyrja e pjesshme e aparatit celular të Edison Hasajt me të dhëna me interes për hetimet. Sipas prokurorisë, nga tërësia e akteve dhe e provave rezulton se shtetasit Gerti Bushati, Ergys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjerzefi, në bashkëpunim mes tyre, kanë siguruar lëndën plasëse, kanë marrë përfitime monetare dhe kanë realizuar të gjithë planin deri në vrasjen me eksploziv të Hysni Ymeri. Hysni Ymeri nuk ishte një emër i panjohur për të shkuar. Donse vetë nuk rezulton me rekorde kriminale, ai ishte i lidhur me histori të vjetra gjakmarrje. Familja e tij deklaron se këto konflikte ishin mbyllur, se nuk kishte më kërcënime, se jeta kishte vazhduar. Por hetimi tregon se atentati ishte i drejtuar, një plan i menduar, një shënjestër e përzgjedhur dhe në fund një vrasje e realizuar. Në vitin 1995, në lagjen Kiras të Shkodrës, është vrarë Shefqet Çekorja. Në atë kohë, si autor i ngjarjes, u dyshua vëllai i Hysni Ymerit, i cili kohë më pas mori pafajësi edhe nga gjykata, pasi nuk u gjetën prova të mjaftueshme. Por familjet kryejnë edhe vetë hetime paralele dhe duket se nuk mjaftojnë me aq sa shkruhen në përdosje. Megjithatë, disa vite pas vrasjes së Shefqet Çekores, dy familjet kanë shtrirë dorën e pajtimit. Shefqet Çekorja është vëllai i Ismet Çekores, që u vra në shtatorin e vitit 2022 në afërsi të banesës pas disa deklaratave që bëri disa ditë përpara asaj ngjarje. Unë qysh që kam lesë që kam baku i keqë arsonas familja jeme, edhe për këtë jam i pastër, e tha me pastërti. Janë ba i grup bandash me bandita, bashkë lidhën me bandita të dveshën me poshtet, që djalin tem e kanë frikë edhe dojnë se s'ban me fut mërën. Ana nuk kina frikë as shtetin, as ata hajna që mund t'jenë hajna kësollash, e hajna lopsh, e hajna biçikletash, unë nuk i kam frikë hiç se më kanë përdit në frukë madhe. Edhe nuk i kam listë hiç, a janë gjallë, a janë dekun. Unë nga shteti kërkaj drejtësi, kërkaj me i fjallë si mas me mërën qafë, se këtu mu vra në Afganistan vine me rrëthoj në shpinë tenë. Në shqena shpi kriminelash. Pa këtu fajnë e ka dhe polici lagjës.
Por 5 ditë pas kësaj deklarate që bëri për mediat, edhe vetë Ismet Çekorja u vra. Konkretisht, në 2 shtator të vitit 2022, ai shpreh se nuk kishte frikë nga askush, por faktet treguan të kundërtën. Vrasja e vitit 1995, pa çka se për familjet konsiderohet si një histori e mbyllur, është nga ato dosje që ka hapur grupi hetimor me njerë pas vrasjes së Hysni Ymerit. Megjithatë, nuk është dosja e vetme. Po verifikohet lidhja e mundshme, edhe me një tjetër krim të ndodhur në vitin 2017, për të cilin është i akuzuar nipi i Hysni Ymerit. Dritan Ymeri u akuzua se në një korrik të vitit 2017 vrau fëmijën e tij, 40 vjeçarin Ilir Aliaj, një mjek i njohur në Shkodër. Familja e autorit dhe e viktimës jetonin në të njëjtin pallat, një godinë e vjetër dykaçe, taraca e të cilit shfrytëzohej nga të dy palët. Por kjo u kishte shkaktuar debate vazhdimisht. Megjithatë, mbrëmja e një korrikut ishte tragjike. Ilir Aliaj, i shoqëruar nga djali i tij në atë kohë 16 vjeç, ka qenë duke ndërtuar një mur ndarës me bloqe betoni mbi taracë. Kjo është godina në cilin ai po punonte në terracën sipër, ndërkaq fëmijë i tij, 26 vjeçari i cili banon në godinën ngjitur, ka kryer vrasjen. Çdo gjë ka filluar për një rreth shtullash sipër në terracë. Dritan Ymeri, sapo e ka parë, ka qelluar me plumb në kokë, në prezencë të djalit të mitur. Ilir Aliaj la pas 2 djemë, të madhin që në atë kohë ishte 16 vjeç dhe më të voglin 5 vjeçar. Ai që ishte dëshmitar i vrasjes së babait të tij, e pati edhe më të rëndë, duke e kaluar me trauma atë që ndodhi, ashtu sikurse edhe nëna dhe bashortja e tij, të cilat nuk arritën dot të bënin asgjë apo të ndërhynin për të evituar tragjedinë e ndodhur në familjen e tyre. Askush nuk ka qenë në dieni se autori dyshuar që jetonte jashtë vendit ishte kthyer nga Franca dhe kishte armë me vete. Pak ditë pas vrasjes, u dyshua se autori i krimit, Dritan Ymeri, mund të ishte larguar drejt Francës. Menjëherë pas ngjarjes së rëndë që ndodhi mes natën e një korrikut në lagjen Qemal Stafa, te vendi i quajtur Ish Dekori, dyshohet që i riu Ymeri është larguar me një makinë tip Golf 5 me targa AA 526 RA dhe me ngjyrë të zezë. Sipas hetuesve të çështjes, i akuzuari për vrasjen e mjekut 40 vjeçar mund të ketë ikur drejt Malit të Zi përmes pikës kufitare të Muriqanit, jo duke kaluar kufirin, por ilegalisht përmes malit. 26 vjeçari kishte 3 muaj që ishte kthyer nga Franca dhe për këtë shkak policia pati dyshime se ka arritur që të gjejë mundësinë që të shkojë sërish në këtë vend. Nga ana tjetër pati dyshime se personat e afërt apo edhe miqtë të tij e kishin ndihmuar që të largohet pa lënë gjurmë dhe të u shpëtojë forcave të policisë. Një nga personat që pati dyshime se mund ta kishte ndihmuar ishte edhe Hysni Ymeri, i cili u vra me eksploziv në 29 dhjetor. Kjo edhe për shkak se në momentin që policia shkoi në shtëpinë e tij për kontroll pas vrasjes së mjekut 40 vjeçar, ai refuzoi të hapte derën. E duket se këtë dyshim e kanë pasur prej kohësh edhe familja e mjekut Ilir Aliaj. Por arratia e Dritan Ymerit nuk zgjati shumë. Pas kontrollave të shumta të kryera nga forcat policore, pamundësisë për t'u larguar dhe fal masave të marra nga policia e Shkodrës, në bashkëpunim me policinë kufitare dhe drejtoritë vendore të tjera të policisë, si dhe pas negociatave të pandërprera me familjarët, më 13 korrik 2017, ai u ve dorëzuar në drejtorinë vendore të policisë Shkodër. Gjykata e Rethit Shkodër caktoi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vrasje me dashje, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit. Ndërsa për të njëjtat akuza, Dritan Ymeri u dënua me vendim të formës së prerë nga gjykata e apelit me 18 vjet heqje e lirie, vendim që u shpall në 19 shkurt të vitit 2021.
Prokurori i çështjes gjatë dhënies së pretencës në gjykatën e apelit Shkodër kërkoi dënimin me 20 vite burgim të Dritan Ymerit, ndërsa veti pandeuri Ymeri kërkoi rrëzimin e dënimit të shkallës së parë, duke pretenduar se çështja e tij të rigjykohet nga fillimi. Por në fund të procesit, gjykata pasi i dëgjoi të dyja palët, ka vendosur dënimin me 18 vite burgim për autorin e vrasjes. Dosjet e dy vrasjeve të ndodhura në Shkodër në vitin 1995 dhe 2017 po verifikojnë aktualisht nga grupi jetimor, me qëllim gjetjen e ndonjë rrethane apo motivi që mund të ketë sjell atentatin me eksploziv që i mori jetën Hysni Ymerit mëngjesin e 29 dhjetorit 2025. Megjithatë nuk rezulton që t'jenë pyetur qoftë edhe si persona që mund t'i japin të dhëna në dobitë e hetimit, as nga familjarët e viktimave, qoftë të Shefqet Çekores apo edhe të Ilir Aliajt. E në këto kushte, për aq kohë sa vetë arrestuarit ende nuk kanë folur, e aq më pak të kenë treguar se nga kush e kanë marrë porosin, vrasja e 67 vjeçarit vijon të jetë rrethuar nga misteri. Asnjë nga 4 të arrestuarit nuk rezulton të kenë pasur njohje, e aq më pak probleme personale me viktimën. Madje, as me djalin e tij, që në fakt jeton jashtë vendit dhe ishte kthyer në Shkodër vetëm 4 ditë para ngjarjes, për shkak se e kishte nënën në gjendje të rëndë në spital. Kjo nuk është historia e një gabimi në shënjestër. Prova tregojnë të kundërtën. Është historia e një vendimi kriminal, një atentati të paracaktuar, një vrasje me eksploziv, një jetë e humbur. Dosja ndodhet në prokurori. Hetimet vazhdojnë. Drejtësia pritet të flasë. Por ajo që del në skenë deri më tani është një e vërtetë e madhe. E shkuara në Shkodër duket se nuk harrohet kur, madje mund të shpërthejë në çdo moment. Herë me plumba, e herë me eksploziv.